Hapi I parë na ndërton murin. Kush e ndërtoi murin? Po murin tokë në Kosovë është I Beogradi, po ka ndërtuar Beogradi. Dhe ju bëj thirrje autoriteteve të Kosovës ta shkatrojnë 1 minutë më parë. Ti dalin zot territorit tyre të larë me gjak. Çfarë do thotë ajo? Ti dalin zot territorit tyre. Kush e ndërtuan? E ndërtuan lokal? Jo, mos ndërtuan lokal fare. Lokal zguxojnë kur me bate. E ndërtoi Beogradi murin. Muri është projekt I Serbisë Madhe. Pastaj, nxorën kokën me Haradinajn, në kundërshtim të hapur flagrant, a e dini ju që gjykata e Hagës me 300 milion buxhet është ngritur vetëm për Kosovën. Ja u them unë, për krimet e luftës që supozohet, apo që mund të kenë kryer, apo që kanë kryer, luftëtarët e UÇK-s. Shqipëria ka, është shareholder aty. Jo kështu, se hetimi nuk është bërë vetëm në Kosovë, se ky parlament ka votuar një marrëveshje me Bashkimin Evropian dhe Komunitetin Ndërkombëtar. Dhe I bën hetime në territorin e Shqipërisë. Tani, pasi e ngërem këtë, jo ta arrestojmë njeriu që ka shkuar burrisht 2 herë në Hagë, fund e krye politik dhe një provokim I rënd për çdo shqiptar. Dhe fundit marshi mbi Kosovën. Marshi mbi Kosovën. Tani, çfarë ishte ai? Ai ishte testi absolutisht. Me 21 gjuhë, parulla, Kosova është Serbi, ja u tha dhe në Bruxelles Nikoliçi. Kemi shkruar kushtetutën tonë, u tha aty. Se kemi në preambyl. E ndaloj, kush e ndaloj e falënderojmë ata që kanë ndërhyrë, se sigurisht ka ndërhyrë faktori ndërkombëtar, por unë përshtes edhe autoritetet e Kosovës, të cilët mendoj se detyrat I bën, ato njësi speciale që kishin I në zorë, dhe për ta shkurtuar pak këtë problem, nuk kishte më ekzistencialisht dhe të turpshëm se sa qëndrimi I kreut të ekzekutivit shqiptar. Kreu I ekzekutivit shqiptar, në një moment kur me të vërtet mund shpërthente një konflikt dhe një gjakderdhje, u fut në një organ sikur nuk ishte, dhe reagoj 24 orë mbrapa. Reagoj 24 orë mbrapa. Jo, duke I thënë Sandrit atë që meritonte, për aktin e tij, por në gjotje në verë. Se Serbt, se Miloševići, se turistat, po s'kishte gjë më ndaj dhe një diplomat I huaj më thoshte mua. Ka mundësi të ketë një marrëveshje midis tyre. Nuk e di. A ka. Po fakti që reagon në këtë mënyrë është absolutisht domethënës. Ku guxon më ti të sulmosh? Sulmoje po deshe. Por ti je I bindur që si kom do reagojmë një. Dhe tani ne u përpoqem me reaguar një dhe reaguam deri diku një, edhe në vitet 97, 98 dhe reaguam. Tani s'ka forcë në botë që I ndalon shqiptar të reagoj një. Dhe në qoftë se ti do të hedhish një proces paqe për rajonin, nerë, atëherë përgjegjësia është e jotja. Ne, edhe njëherë, ndaj çdo agresioni ndaj shqiptarëve, do reagojmë si kombi vetëm. Këtu nuk mund të ndalë kush në botë. Jo, ne respektojmë kufit, ne respektojmë procesin e paqes, ne jemi për procesin e paqes, po në qoftë se vini me agresion, do u përgjigjemi
me të gjitha mundësitë dhe mjetet tona. Do të bëj një ndryshim këtu pak. Zoti Blushi theksoi që në qoftë se ndodh kjo të bashkohet Kosova me Shqipërinë, jo absolutisht. Të bashkohet të gjitha territoret shqiptare kudo që janë vazhdimsi. Hajde urdhëroni. Doni të hyjmë në këtë proces? A doni, zotëri? Po pse do t'i lam ne të lopës janë ata? Jo, mos zotëri. Ne pranojmë një ligj ndërkombëtar. Ne pranojmë paqen si gjën më të rëndësishme. Por në rast se ne futemi në spiralet e tilla, në rast se bandit, xhelat, kriminal sulmojnë, atëherë ne dhe shqiptarët duhet bëjnë gjithçka për të bashkuar çdo plam, çdo metër, çdo të territoreve të tyre ku janë vazhdimsi etnike gjeografike. E kam theksuar disa herë në kancelarit e huaja, mos mend edhe publikisht. Shqiptarët nuk do jenë të humbur. Nuk do jenë të humbur. Por nuk është kjo. Shqiptarët duhet të qëndrojnë, të qëndrojnë ligjit ndërkombëtar, të qëndrojnë partnerëve të tyre, sepse Kosova u çlirue me ndihmën e partnerëve, sepse Kosova ka një status ndërkombëtarisht të pranuar dhe të përcaktuar, dhe asnjëherë si kom nuk kemi pse bëjmë kombin zuzar, por kombin luajal ndaj atyre që pranojmë dhe shkruajmë.